Dgjoj sekond, në qoftë se doktor Eli Mehmeti, po e vë jo më kot emërtesën e profesionit, do të votohej diku në marzhet e pandemisë, ne do të thonim që është një inerci e asaj kohe ku ai vërtet ishte shkëlqeu, ishte një emër i famshëm, bashkë me shumë tjerë që na shpjegonin një situatë që ne s'e kishim jetuar kurrë. Fakti që ai dhe pa ngarkesa, pra pavarësisht se vetë vinte nga temi rrojtë. Fakti që ai sot po ai e bëri pa ngarkesa të gjitha ato 18.000 vota jo të smurësh me Covid, po 18.000 vota politike, së bashku me Joridën, cilët shkojnë, siç ti e thua me drejt, ke 40.000 votëshi, por dhe fakti tjetër kontradiktor që ne ata i shohim në marzhet e listës dhe pikrisht në atë zonën gri, ku do të përballeshin me 3 ministra, me gjithë senatorët në krahun tjetër. U të bashkë me kryeministrin njerë, se ishte kryeministrin kryet listës. Patjetër. De jure, po ishte kryeministri. Me një fushë betejë shumë të vështirë dhe komplekse si Tirana, atëherë ti kupton se këto dy emra ishin vënë jo për të fituar, por faktikisht ishin vënë për të djegur. Për të bërë adetin kur i thonë dhe për t'i djegur në fund fare. Sepse Berisha të vetët i kishte në katët më të larta të listës, Meta të vetët i kishte në katët më të larta të listës, preferoi të bëjë atë lojën taktike që ta fuste veten në listë hapur. Që ajo doli autogol. Dhe ne zbuloi votat e LSI-s, votat reale të LSI-s. Dhe ne në atë kohë e quajtëm një taktik thik me dy presa që edhe mund dal për mirë. Guxim politik, po. Por që sot ne kuptojmë që ajo ishte një gafe madhe që fut figurat tjera të partisë në parlament dhe lë jashtkërtar. Radiografi votave të LSI-s. Votat e LSI-s janë votat e Ilir Metës. Ti bëre shumë mirë që e fillove dhe me një farë humori emisionin. Sepse, ka një arsye shumë serioze pse duhet marrë me humor kjo histori. Po dhe humori është serioz, humori vërtetër serioz. Humori vërtetër serioz, sepse dhe ti e di që bëj humor serioz. Jep mesazhe shumë serioze shumë shpesh. Unë mendoj që ndodhemi në një parlament që është produkti i apoteozës së fuqisë së dy kryetarëve. Ndodhemi në fund të një trajektorie të gjatë, ku njëri në fitore dhe tjetri në humbje, po tregojnë të gjithë fuqishëm brenda kampeve të tyre. Aq sa thuhet që nuk ka fituar vetëm Rama, po ka fituar njëkohësisht në pozicionin e vet respektiv dhe sipas interesit të vet konkret edhe vet Berisha. Në këtë sens, pyetja jote e fundit, që është pyetja, besoj unë, më me vlerë që mund të bëhet sot, kur ne shohim këtë listë emrash të panjohur, personazhesh që realisht nuk dim se nga vinë dhe çfarë kontributesh kanë, por që këtu janë fshirë primaret për t'i futur këta njerëz në fushë. Këtu janë bërë lloj mekanizmash dhe mbi të gjitha kanë vendosur dy kryetarë dhe kanë thënë, unë X-in e dua, Y-in se dua, këto dy personazhe mjaft të zot të PD-s i shes sot njërin jashtë dhe tjetrin brenda, ndërkohë që janë futur persona të tjerë që janë komplet pa lidhje. Ashtu edhe në PS, ku për mua procesi deputeti që duam është... Po ti e di, unë e bëra të pyetjet e Ramës që ai u shmang përgjigjes pasi ishte komplet një... Njerëz cilët hapin e parë në politik e kanë ishte thjesht një aplikacion, në parlament. Thjesht një aplikacion në celularin e socialistëve. A mund tjetë Roland, për shembull, ti drejtohem një politikani, hapi i parë në politik tjetë Kuvendi i Shqipërisë, tash ti duhet të kesh djeg disa etapa. Shembullin e ke, ke Ilir Metën. Janë disa ky është modeli vjetër ky. Shembulli, fal. Ilir Meta, Sogol, Ilir Meta vjen në atë post, lutem, vjen në atë post kur ne në lagjet tona në Tiranë, po t'ja vetëm një detaj, na digjeshin transformatorë dhe rrinim edhe 40 ditë pa drita. Domethënë kam provuar vetë dhe ke provuar edhe ti. Do të thotë është produkt ajo lloj hyrje dhe integrimi kaq i beft, është kur mbeti fusha bosh, ikën komunistët, ra sistemi, duheshin mbushur partitë, strukturat, parlamentet e tjerë dhe natyrisht u futën. Sot ne jemi shumë më të pjekur. Pra ideja është a do kthehen ata, duke qenë se puna e parë që do bëjnë është parlamenti, pra politika, pyetja është a do kthehen të paktën në politikan profesionist? Po kjo është pyetja e madhe. Politikën se deri tani profesion politikën shumë pak prej tyre e kanë. Atë me raketa letër kam parasysh.